Selam aleikum, a lejo ta vendosim emrin e personit të vdekur? Edhe është e vërtet se nëse ja vendosim emrin e atij personit të vdekur një fëmijë, ky fëmijë ka me ngjatë të njëjtit person në sjellje, në vepra, edhe në personalitet. Themi, lejohet me vendos emrin e të vdekurit dhe nuk është e vërtet që i përngjan atij. Nuk është e vërtet, por a mund të ndikohet nga fjalët e njerëzve për atë të vdekur? Mund të ndikohet fëmia, për shembull. Gjyshi vetë ka pasur një emër të caktuar që s'po du me përmend emrin. Tash, kur t'ja ngjet djalit tan, emrin e babës tan, kur ta pyesin njerëz, "Çu ke emrin?" ai thot filan. A thot gjyshi emrin e gjyshit. Gjyshi ka qenë burr i mirë, ka qenë njeri i devotshëm, ka qenë besimtar, ka fal namaz, ka një urtë, ka qenë dorëlirë. Fëmia ka mund ndiku në trunin e vetë prej këtyne fjalëve. Po, mund ndiku. Edhe ky më u bë i mirë si gjyshi vetë. I thoi njerëzit munda mi ga gjyshit, se e ke pas burë të mirë. Zotin e rujt me bë me pas emnin e një personit që ka një prap i keq. A mund ndiku? Ndoshta mundet mund ndiku. Ndoshta mund ndiku. Prandaj, nëse e keni ngjit një emër ndiku që s'ka vyt pes pare, ma mirë mos e ngjit një heq. Ose mos i tregoni, thuj veç ka qenë gjyshi yt, edhe le harroje. Mos ka thënë që ka qenë vjedhës, hajdut, rrënc, mashtrus, dallavergji, hiç mos i kallzoni djalit. Se pe prish një djalin e vogël, tu dëgju për gjyshin e vet lloj-lloj vepra që ka bë. Nga ky aspekt mundet kjo me ndiku në thellën e psiqikën e fëmijët. Prandaj ulemat kanë thënë që unët me pas fëmija hisen nga kjo që e përmenda unë.